Sot është 22 mars 2026. Në 22 mars 1992, i gjithë populli i djathtë dhe jo vetëm vërshoi në rrugët me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Nga 92-shi dhe në 2026, ku sot vazhdojnë dhe udhëheqin ose kanë pushtetin bitë e komunistave. Atëhere e gjithë kjo klasë politike duhet t'i kërkoj falje popullit shqiptar, sepse populli shqiptar s'di ku ka kokën dhe ka ikur që në 92-shin dhe deri tani janë berë milionat i ikur, jo qindra mira, po milionat i ikur, sepse në 92-shin kur fitoi Partia Demokratike, kur fitoi djatha dhe Partia Demokratike, duhet që urgjentisht për krime kundër njerëzimit të eliminonte të gjithë byron politike që nga Ramiz Alia, Nexhmi Hoxha, Adi Çaçani, emra si kanë ata që harova dhe u harofshin, të gjithë sa ishin ata byro politike, 20 veta ku donin plumbin në ballë për 24 orë, sepse që në dhemje, sepse raca e komunizmit, komunisti ka një racë që është zvaraniket dhe këtë bëri, do me thënë, e djatha më 92-shin, nuk bëri gjën e dur, e lëshovi ranjin komunizmi dhe pas